Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mimrama kudo që na ndihni, detyrime ndërkombëtare si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë të marra në Bruxelles në orë, u tha se janë zotime e detyrime që si Kosova dhe Serbia nuk mund të shmangën, duhet t'i zbatojnë pa vonesa. Kështu u konfirmua dhe nga një vizitë që pat në rajon ndërmjesi Sorensen si në Kosovë dhe në Serbi, duke u thënë autoriteteve të dyja vendeve që nuk mund t'i shmangën këtyre detyrime dhe se Bruxelli pret, si nga Kosova ashtu edhe nga Serbia, pa vonesa që të zbatohen këto detyrime. Në pritje të formimit të institucioneve, kjo do t'jetë tema e madhe thuajse politike për Kosovën, për ambicien e Kosovës që të zhbllokojnë ndoshta gjithë këtë klim të bllokuar të integrimeve evropiane, ende nuk ke marrë lajmin për statusin e vendit kandidat që e dorëzoi Kosova në vitin 2022. Kjo temë ka hëngër kokat e disa qeverive nga 2011 e kënej duke shkaktuar një val tensionesh në shoqëri mbi çështjen e tradhtisë, të heroizmit e tjera. Vion ende kjo temë ta ballafaqe Kosovën, jo me atë klim që e kishte vite më parë. Për këtë temë do të flasim me analistin njërë që ka përcjell direkt këto zhvillime detaj për detaj. Afrim Kasolli. Kasolli, faleminderit për kohën. Kënaqësi të jemi së bashku. Tema që na ka shoqëruar në gjithë këto vite, nga viti 2011, e kënej tema që ka prodhuar tension, polarizim, antagonizëm, dhunë, çdo gjë tjetër. Si është që në këtë vizitës Sorensenit në rajon në Kosovë, nuk ka institucione, Serbia ndodhet poashtu në pritje të mbajtjes së zgjedhjeve të reja atje që po i inskenon vetë autokrati Vučić. Po, duket që në përputhje me mandatin që e ka zoti Sorensen, ka marrë shumë seriozisht detyrën e tij, se sa tashaj do të ketë sukses në këtë drejtim mbetet të shihet, sepse ai tha dy gjëra shumë eksplicite që tregon që për përkushtimin e tij. E para tha, unë kam biseduar me kohë gjatë me ekspert juridik si në Evropë ashtu edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të kërkuar interpretime zyrtare që mungesa e nënshkrimit a i bën këto marrëveshje valide apo jo, dhe ekziston një konsensus i përgjithshëm tek sipas tij, pra gjithmonë sipas tij ekziston një konsensus i përgjithshëm te gjithë këta emra të rëndësishëm që ai nuk i përmendi, po tash nuk janë të rëndësishëm mbas edhe për debatin ton, tha që këto marrëveshje pavarësisht që mungon nënshkrimi në to janë obligative dhe të detyrueshme nga aspekti ndërkombëtar si për Kosovën ashtu edhe për Serbi. Dhe ky interpretim, do thoti zotit Perense, zotit Sorensen, bjen në kundërshtim me interpretimin zyrtar të qeverisë së Kosovës, e cila i pranon këto marrëveshje, mirë po në mënyrë të vazhdueshme tenton të justifikohet e të arsyetohet se para shkollës sa mungon firma e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić apo kujdo qoftë që të jetë drejtues shtetëror në Serbi. Do të Kosova nuk ka obligime që t'i zbatoj këto, por ky interpretim zyrtar ra në kundërshtim pak në ndërkohë shkarazi nga vetë ministri i punëve të jashtme që tha ka disa obligime që duhet të mirën në konsiderat, dhe po ashtu në kundërshtim me një vërtet tjetër të zotit Sorensen, i cili tha që gradualisht dhe disa pikat e këtyre marrëveshje kanë filluar të zbatohen. Prandaj kjo na sjell në një gjendje paradoksale, në njërin anë kemi qëndrimin zyrtar të qeverisë Republikës Kosovës që i konsideron jo valide ende si marrëveshje bazë të Brukselit, ashtu edhe aneksin e zbatimit të orit me arsyetimin e sipërcekur, dhe në anën tjetër në prapaskenë dhe gradualisht pa zhurmë, pa tensione ka filluar zbatimi gradual i disa pikave të tyre, gjë që duket të jetë njëra prej arsyeve kryesore pse pikërisht këtë fazë, do thot kjo mbase është duke luajtur me dy karta qeveria e Kosovës, që pikërisht në këtë fazë ka më së pakti tensione sa i përket kësaj temes që siç e përmendët edhe ju, ka qenë shumë polarizuese, ka ngrënë shumë koka politike dhe ka prodhuar tensione ekstreme të jashtëzakonshme në Republikën e Kosovës. Pra, qeveria e Kosovës e ka zgjedhur këtë metodë që brenda në njërin anë ta mohoj validitetin e këtyre marrëveshjeve, ti konsideroj në aspektin juridik, por në anën tjetër do thotë ti plotësoj edhe pritjet e zyrtarëve të Bashkimit Evropian që pa zhurmë të fillojnë zbatimin gradual të tyre. Mos harrojmë, do thotë kjo qeveri ka pasur guximin ta zbatojë një vendim jashtëzakonisht kontrovers
politik po flas, nuk po flas në aspektin juridik, një kontrovers politik atë të transferimit të pronave për manastirin Deçani që s'kan guzuar asnjë qeveri paraprake ta zbatojnë dhe e cila ka qenë po ashtu kjo lëvizje që më shumë ka investuar në diskursin politik kundër këtij akti dhe ka kaluar pas një tension politik. Pra, kjo çështje dole edhe mohoja në njërin anë dhe zbatoje gradualisht në anën tjetër, mbase mund të jetë arsyeja e kësaj amullie dhe kësaj qetësie të jashtëzakonshme politike që po dominon. Paradoksale ka Sorensen në Prishtinë nuk e tha rastësisht, besoj, duke u thënë autoriteteve se kanë filluar të zbatojnë gradualisht. Po i shohim ne ato pjesë të marrëveshjes Brukselit e aneksit të Ohrit, ka solli. Po ne nëse vetëm të lexojmë, po ne vetëm çka flet kjo për një pse të mbajnë në tinës zbatimin. Po ato edhe po i shohim që po ndodhin, do thotë nëse un jam i bindur që edhe suspendimi i masave sanksionuese nuk ka pasur shansa të ndodh pa u dërguar sinjale të zbatimit të këtyre obligimeve. Nuk ka shumë kohë që kryeministri i Kosovës u prit në Francë nga presidenti Macron. Mendon, domethënë, ne duhet jemi reale, dim si funksionon diplomacia perëndimore. Mendon që presidenti i Francës do të merrte mundin të takonte kryeministrin e një shteti që në mënyrë të vazhdueshme dhe kokforte refuzon pik për pik çdo gjë që është zotuar ndërkombëtarisht se do ta zbatoj. Kjo do të ishte nonsens logjik. Pra në base sinjalet të qarta që kanë shkuar edhe te presidenti i Francës që kemi lëvizje pozitive në drejtim të zbatimit të këtyre detyrimeve që i kanë hapur, që i kanë krijuar akses kryeministrit të Kosovës pas një blokade kogja serioze ndërkombëtare. Pra kemi ligjin për Macron thu, po çfarë do të thotë? Ju thoni që Macron e priti Kurtin takim vetëm pasi u siguruan ata që Kurti po zbaton, ka filluar të zbatoj marrëveshjet e Brukselit dhe të Ohrit. Fakte këtu të nxjerrin tavolinë nuk kam. Vetëm po e lexoj situatë. Fakte të nxjerrin tavolinë nuk kam. Që ta bëj kështu dukshme para opinionit publik, ja ku e keni dokumentin e tjera sepse këto punë nuk shkojnë me dokumente, opinioni i zakonshëm publik nuk ka çështje në këto aranzhmane diplomatike, por jam i bindur thellësisht duke marrë parasysh mënyrën se si funksionon diplomacia perëndimore. Një lider i përmasave të shtetit të Francës, që po ashtu është kreatore së bashku me Gjermaninë, sepse baza koncepti i marrëveshjes bazë të Brukselit dhe aneksit Ohrit e kanë bazën tek plani franko-gjerman. Dhe tash lideri i atij shteti që është kreator i këtij plani, i këtij iniciimit të këtij procesi dhe i kësaj marrëveshje, po të mos kishte informata të sakta, nga burimet e mbrëmshme në Kosovë, diplomatike, ambasada etj, dhe strukturat e tjera ndërkombëtare, pas që do të dënjonte të ndëgjonte për kryeministrin e Kosovës. E lëmë ta trajtonte në atë mënyrë në Paris. Prandaj është leximi i situatës që kjo pritje ka ardhur vetëm pas këtyre ndryshimeve graduale që kanë filluar të ndodhin në drejtim të zbatimit të detyrimeve të Kosovës. Dhe gjë i konvenon, e kam thënë edhe në disa reagime, duket që bashkisë ndërkombëtare kogja i konvenon kjo forçosje e qeverisë së Kosovës në raport me çështjet e ish leadershipit politik të Kosovës. Për brenda Kosovës të shihet si qeveri sovraniste heroike, e në Bruksel atje të shihet si një qeveri konstruktive. Po për burokratët e ftohtë të Brukselit nuk është fare rëndësi gjua e mbrëmshme heroike që përdoret në Kosovë. Do të retorika për mobilizim të mbrëmshëm politik për të mbajtur elektoratin në iluzione se si ne jemi duke i rezistuar. Për ata është janë të rëndësishme vetëm të dhënat sa ka filluar të zbatohen këto obligime që i ka marrë Kosova. Nëse qytetarët e Kosovës janë tolerant me këtë çështje duale të pushtetit të tyre, pesë pare nuk i japin burokratët e Brukselit. Për ata është me rëndësi finish the job që ekziston një shprehje metaforike diplomatike. Dhe që këto obligime të kalojnë
pa zhurmë të kalojnë, pa tensionin në qetësitë plotë shoqërore dhe politike, në pretendimin se janë duke mbuar. Ajo që thash në dallimin me ish lidershipin politik. Argumente për ta sfiduar Kasolli, ministrin e jashtëm Glau Konjumsa ose vetë kryeministrin në këtë temë. Po ndëgjoj. A keni argumente ju për ta sfiduar direkt, po e patët në studio, për t'i nxjerrë faktet në tavolinë, thonë, zotëri, ke filluar zbatimin, kjo është e vërteta. Cilat janë ato fakte? E para vetë ministri e pranoi publikisht, do të pranoi shkarazi publikisht që edhe pse nuk ekziston në nënshkrimi, janë obligime që duhet të mirën konsideratë. Kështu që interpretimi zyrtar i Ministrisë së Punëve të Jashtme tashmë është i qartë. Ndashta mbas ai tash do të tentoj edhe ta korrigjoj këtë deklaratë, mirë po, do të premisa e parë. E dyta, do të ligji për shtetësinë. Ne kemi parë do thotë një herë presionin që ka ekzistuar mbi ligji për shtetasit e huaj, presionin që ka ekzistuar mbi qeverinë e Kosovës dhe befas me miratimin e atij ligji, çfarë lloj glorifikimi ndërkombëtar ju bë qeverisë Kosovës. Gjitha këto janë në funksion të zbatimit të këtyre detyrimeve. Marrëveshja për energjinë, të gjitha këto do thotë janë veprime që edhe tek e fundi që e mora rastin e manastirit të Deçanit, janë veprime që kjo qeveri i ka kaluar pa asnjë lloj tensioni politik. Dhe ajo çka është më kryesorja. Lëvizja Vetëvendosje ka pasur ngritje elektorale dhe pse i ka zbatuar këto detyrime, të cilat deri dje i ka mohuar. Lëvizja Vetëvendosje paradoksalisht ka qenë më e zëshmja në kundërshtim të gjitha këtyre marrëveshjeve, i ka zbatuar secilin disa prej tyre dhe në fund e ka kaluar me kollajllëk shumë të madh, sidomos temën më të nxehtë politike atë që nuk lidhet drejt për drejt me dialogun Kosovë-Serbi, sa i përket zbatimit të detyrimeve të brendshme për dëshmuar aftësinë e Kosovës për respektim të standardeve kushtetuese, por për shkak se ishte një temë mjaft e nxehtë politike deri me ardhin e lëvizjes Vetëvendosje, deri me Albin Kurtin pushtet, të gjitha pushtetet paraprake kishin nguruar ta bënin këtë. Aktualisht Kurti është good guy për Brukselin dhe komunitetin ndërkombëtar. Dhe për qytetarët e Kosovës, për qytetarët e Kosovës është njeriu heroik i cili po i reziston detyrimeve të Kosovës në raport me procesin e dialogut në Bruksel, ndërkohë për zyrtarët e Brukselit është instrumenti i duhur për t'i zbatuar ato për aq kohë sa i mban në kontroll qytetarët e Kosovës. Sepse marrëveshja ka filluar të zbatojë pa antagonizëm, pa polarizim, pa tensione, pa protesta. Pa asnjë protestë, pa asnjë zhurmë. Cili është dallimi si thash me ish lidershipin politik. Ndërkohë derisa në të kaluarën do të ish lider politik Thaçi, Mustafa i nënshkruanin këto marrëveshje në Bruksel dhe me kalimin e kohës erdhen duke u sfiduar, duke u bërë pamundër zbatimi i tyre, e kundërta po ndodh tash me lëvizjen Vetëvendosje. Edhe pse të njëjtat nuk janë nënshkruar dhe me arsyetimin se këtë nuk po e preferon Aleksandar Vučići, edhe pse nuk janë nënshkruar dhe nuk po pranohen publikisht, në anën tjetër po ka filluar zbatimi gradual i tyre. Vaj në tepsi figurativisht Sallaut, ish zëvendësministri i drejtësisë, është ekuivalent me situatën. Absolutisht, dy palët janë të kënaqura. Por rrjedh vaj me shpejtësinë, me tepsinë. Dy palët janë të kënaqura, qytetarët e Kosovës. Për të mbuluar gjithë zallamahin aty. Qytetarët e Kosovës, dy palët janë të kënaqura, qytetarët e Kosovës që më në fund kanë një pushtet sipas iluzioneve, sipas bindjeve të tyre, kanë më në fund një pushtet i cili është rezistues ndaj presioneve ndërkombëtare në mbrojtje të sovranitetit të vendit dhe në anën tjetër partnerët ndërkombëtar që po ashtu kanë një partner i cili i tejkalon këto sfida në publik e ushqejnë antagonizmin midis Kurtit dhe vetë atyre komunitetit ndërkombëtar, domethënë komuniteti ndërkombëtar e ushqen duket raportin antagonist të tensione me Kurtin dhe kjo po i shërben pjatës e Kurtit që ta mbajnë rrëfimin heroik për brenda. Rrëfimin e rezistuesit ndaj tyre mirë po për ta ripërsërit argumentin e sipërcekur, sikur situata të ishte mirëfilli kështu, si shtentohet të mbahet në opinionin publik ky lloj interpretimi. Asnjë shans teorike nuk do të kishte që vetë kryeministri Kurti të priti nga këto instanca të diplomacisë ndërkombëtare, po të mos ekzistonin sinjale kritike jo të dukshme për opinionin publik që procesi po shkon atë që edhe ju në mënyrë metaforike e thatë si vaj në tepsi. Asociacionin nuk ka filluar të zbatojë, nuk e çoi në gjykatë kushtetuese, mbasi vjen një moment kur, siç kanë thënë dhe zërat caktuar nga Brukseli, që
mund të mos ketë nevojë fare për kontroll kushtetues. Po ndëgjoni. Mund vinë tek ky moment. Ndëgjoj, këtu mund absolutisht që në sfond të saj mund zbatohen pjesë gradualisht të fillojnë dhe për asociacionin të jetëson. Ndëgjoj, këto edhe më herët në diskutimin që kemi pasur, kam thënë që çësia që mund të jetë e Zotit Kurti, do të thotë që ky proces të zbatohet gradualisht. Dhe që ajo po ndodh që të zbatohet gradualisht pa zhurmë, që jo njerë të miratohet një akt formale e tjera, mirë po që të ndryshohet gjendja në terren që më pastaj akti formal konsiderohet që është krejtësisht periferike, jo që të fillohet njerë do thot me miratimin nga qeveria e Kosovës me një dekrete e tjera, por që gradualisht në terren të krijohen kushtet që më pastaj në sytë e opinionit edhe ky ndryshim mos duket asgjë i rëndësishëm. Dhe tëra kjo ka të bëjë me përpjekjen e vazhdueshme politike dhe diplomatike që i duhet Kurtit për ta ndërtuar justifikimin gradual dhe para qytetarëve të Kosovës, sepse arsyetimi që do të vjen kur do të formalizohet juridikisht ky entitet, arsyetimi që do të jetë ka të bëjë me atë që tashmë ky entitet nuk është më i rrezikshëm për Kosovën. Ky është ndruar në instrument të integrimit të serbëve të Kosovës në kuadër të institucioneve të Republikës së Kosovës. Nuk është Radojčić në veri. A di çka e pasqyron? A di çka e konfirmon këtë? Shkarezi një ditë në një medium tjetër, do thotë kur u sfidu me kundërshtimin që i ka bërë ndërtimit të vetëm tash këto janë dy tema të ndryshme, por justifikimin dëshiroj ta nxjerrin sipërfaqe. Kur u sfidu me kundërshtimin që i ka bërë kundërshtimit të termocentralit të ri nga Konter Globali, me pretendimet për shkak të çmimeve dhe analistë janë nxjerrën në sipërfaqe se tashmë Kosova paguan shumë fish më shumë çmime të energjisë sesa sikur të ishte ndërtuar termocentrali në marrëveshje me amerikanët. Ndëgjova ditë cili ishte arsyetimi, nëse të kujtohet arsyetimi i kryeministit Kurti. Tha në atë kohë nuk ka mund të ndërtohet ase e ki pas Radojčićin që ta kishte lujt me kanta, tha. Nuk mund ndërtohet, tha, ai lloj termocentrali, tha, kur Radojčići sa herë ti tek ta nol qeshmën edhe ta lëshon. Domethënë, ky do të jetë arsyetimi edhe, kjo është logjika, kjo është mënyra e justifikimit që ne kemi kundërshtuar edhe pse të dhënat të asociacionit, po. Kjo do të jetë mënyra e arsyetimit se ne edhe pse kemi kundërshtuar, edhe pse praktika na ka sfiduar, edhe pse praktika në zhvillimet energjetike na ka sfiduar dhe ka treguar që projeksionet tona pse është i dëmshëm termocentrali për Kosovën nuk po qëndrojnë në realitet, sepse as kemi përmirësim të kushteve klimatike, ambientale dhe as çmime më të lira, por në atë kohë nuk kemi mundur të tolerojmë këtë gjë për shkak se ka qenë Radojčići në pushtet. Dhe ky termocentral do të ishte mbarur nga apetitet dhe nga teket e Radojčićit. E njëjta mënyrë arsyetimi të rit do të jetë edhe kurdo që të vjen koha edhe për bashkësinë e komunave për asociacionin. Që kundërshtimi ynë atë kohë ka pasur bëj me faktin që ne kemi kundërshtuar mundësinë që strukturat paramilitare dhe kriminale serbe ta përvetsojnë një instrument shtesë juridik dhe politik brenda Republikës së Kosovës që do ta minonin edhe më tej funksionalitetin e shtetit. Ndërkohë tashmë kjo bashkësi është një bekim për Kosovën, do të jetë arsyetimi, është një mundësi e artë për Kosovën, sepse krijon parakushte ideale. Merrem dëgjoj edhe fjalimin që e ka pasur për statutin e bashkësisë së komunave në kuvend të Kosovës. Tjetër pastaj që u bë e madhe dhe kur doli në publik statuti u pa që aty ka shumë defekte të jashtëzakonshme juridike si të brendshme ashtu të jashtme. Por arsyetimi fillestar i Zotit Kurti në kuvendin e Kosovës për statutin ka qenë që është instrumenti më i mirë deri tani juridik për integrimin e serbëve brenda Republikës së Kosovës dhe që për herë të parë krijon bazë juridike dhe politike për njohje të Kosovë, për njohje të Serbisë nga Kosova dhe jo si variantet paraprake për shkëmbime për ndarje territoriale. Ky ka qenë fjalimi. Kemi me zë dhe me figurë fjalimin në kuvendin e Kosovës. Ka pas deklaruar se është i bindur se është në përputhje me kushtetutën e atë. Pra, summa summarum, si shtoj një fjalë latin, është një lloj përpjekje për të krijuar një lloj konfuzioni, trullosje në opinionin publik dhe qytetarët e Kosovës as mbase të mos e dinë çka po ndodh me dialogun, apo refuzohet, apo pranohet, apo zbatohet, apo nuk po zbatohet, të mbesin në një pritje kështu dhe që të ketë një lloj
qetësie të rreshme politike në raport me këtë temë. Në të njëjtën kohë kur Kurti dhe partia e tij ende sulmon sistematikisht opozitën, duke ose hequr dorë nga përpjekja që ato ta bëjmë me njollë matutje për tradhtin që i bëri Kosovës në dialog nga 2011 akti. Në të njëjtën kohë vetë zbaton marrëveshjet, edhe nga ato që janë më kritike, më dëmshme, në pikpamje të cënimit të rendit kushtetues, të këtij rendi kushtetues që krijon 2 pushtete, ato qendror dhe lokal. Red, ashtu është faj edhe përgjithësia edhe tek subjektet opozitore, sepse të njëjtat ende nuk kanë qenë në gjendje të jenë të qarta në raport se sikur nesër kur të vinin në pushtet, madje nëse ne i analizojmë me vëmendje edhe veprimtarinë e tyre politike publike, në mas të madhe preferojnë që ta neglizhojnë totalisht diskutimin në lidhje me këtë temë. Kjo temë thuaj se është Sorençeni që e bëri publike. S'kemi pasur rastin asnjë fjalë të ndëgjojmë nga subjekte të tjera politike, nga liderët politikë se çfarë qëndrimi do të mbani dhe asnjërin ne nuk kemi ndëgjuar dhe asnjërin prej tyre nuk e kemi ndëgjuar ta sfidoj Sorençenin. Para mendo të ishte lëvizja vetëndosje në opozitë. Ta sfidoj Sorençenin kur tha që edhe për shkak të mungesës së nënshkrimit kjo është obligim, nuk tha për Albin Kurtin, ta është obligim për shtetin e Kosovës. Dhe hipotetikisht nëse nesër lëvizja vetëndosje i humb zgjedhjen, shteti i Kosovës mbetet kushdo që ta administrojë, Lidhja Demokratike e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës që do ta administrojë dhe do ta qeverisë vendin, do të përballet me këtë temë dhe nuk kanë dërguar individ, ka që kanë dërguar, po e zom individ e kandidat. Zyrtarisht, parti politike. Zyrtarisht, as Lumir Abdigjiku, as Bedri Hamza nuk kanë dërguar sinjale të qarta se cili do të ishte qëndrimi i tyre në raport me këtë temë. Dhe këto disonanca ju kushtojnë atyre politikisht. Pra që të njëjta do të ta çarçojnë, po do ta zbatojnë. Në këtë drejtim është e mbyllur për këto parti politike kjo temë, ose që të njëjtat do dëshmojnë një lloj diskursi heroik që Kosova është sovrane, gabimet e zotit Kurti nuk do të mund të kalojnë në Kosovë dhe që do ta refuzojnë, do të kërkojnë rinegocim të në një klim të qetë. Prandaj politike Kurti po zbaton detyrimet që ka marrë në Bruksel dhe në Ohër, duke u bërë kryeministri i parë që me kaq kollajllëk zbaton ato detyrime që ka marrë në Bruksel në Ohër pa presion të brendshëm. Vish për ta pasqyruar dhe për ta ilustruar këtë pyetjen tuaj, kemi pasur reagime në rrjetet sociale të ndonjë të individëve sa i përket kësaj teme. Mirë, po unë nuk po them që të organizohen aksione të dhunshme. Sa aksione por debatut këtë Kosovë nga subjektet opozitare që të organizohen aksione të dhunshme në raport me këtë temë. Mirë, po edhe të paktën një aktivizim më i madh, nëse për asgjë tjetër, për hir të sensibilizimit të opinionit për këtë që po ndodh, do të ishte i domosdoshëm për këto subjekte politike, sepse duke qenë të heshtura, duke mos pasur guximin që të mbajnë qëndrim të qartë dhe të prerë në raport me temën kryesore politike, ato në mënyrë të vetëdijshme apo të pavetëdijshme tash është temë tjetër, po e krijojnë atë terren dhe atë klimë që i vetmi narracion që dominoj në opinionin publik të jetë ky i lëvizjes vetëvendosje nga brendja që është duke rezistuar zbatimit të marrëveshjeve dhe të njëjtën kohë duke i plotësuar pritjet e zyrtarëve ndërkombëtar duke i zbatuar ato. Pra që do duhet këtë debat mendoni se do duhet të ekzistonte një debat i filli politik i detajshëm, nuk po them që debatet të ilustrojë me dhunë, por që do duhet këtë debat një shoqëri të lirë demokratike do duhet. Nuk po inkurajoj veprime, po e zom dhe aksione çfarë ka ndërmarrë lëvizja vetëvendosje në drejtim të kontestimit të dialogut para se të vinte në pushtet. Por është obligimi i tyre që të krijojnë një terren për ta sensibilizuar opinionin, se cili do të jetë nesër raporti i tyre në sa i përket marrëdhënieve me këto detyrime që i ka Kosova. Pra po në thash, asnjëra prej tyre, asnjëri prej liderëve tyre politik, nuk u dëgju duke artikuluar një qëndrim, duke kontestuar Sorençenin, dhe ti mundesh me marrë me mend Kurti në opozitë kur kishte deklaruar Sorençeni kështu. Këto marrëveshje kishton janë obligim për këta lider politik, po jo për shtetin e Kosovës. Nesër kur lëvizja vetëvendosje do të vjen në pushtet, të gjitha s'do të kenë asnjë efekt juridik dhe politik. Pse ajo nuk ka ndodhur tash është temë tjetër, por po flas për nevojën që të ketë koherencë politike sa i përket subjekteve opozitare. Dhe gjë që
i bën fajtore në një farë mënyre, i bën fajtore jo pse Kosova i ka këto obligime dhe këto detyrime, sepse këto nuk kanë pasur në këtë fazë pushtet, as për marrëveshjen e Brukselit, as për marrëveshjen e Uhrit, subjektet opozitore nuk kanë ndonjë faj politik, por i bën fajtore që po ndikojnë që të dominoj ky farë lloj konfuzioni, kjo farë lloj trullosje e opinionit publik me dy të vërteta të njëkohshme që po krijojnë konfuzion. Nga 2011 këtej, kur nisi dialogu fillimisht teknike, më pastaj dhe politik, por politik ishte që nga fillimi, sepse me Serbinë nuk mund të kishte dialog teknik, por i tillë është emëruar që nga koha e Edita Tahirit ish kryen negociatorja, pastaj vjoj Thaçi, vjoj Isa Mustafa, Ramosh Haradinaj, Abdullah Hoti. Dhe gjithë këta kryeministra janë përballur e këtë në thënë dhe vetë, me një presion të madh të lëvizjeve të vendosur dhe të Kurtit që këto figura të defaktorizohen për jashtë, të mos shihen si figura që fjalën që japin atje e zbatojnë politikisht dhe për mbrana. Të bëhen të padobishme. Të bëhen të padobishme, keni thënë, këtë qëllim kishte Kurti në atë kohë dhe ky krahasim cili është sot. Leximi unë besoj që leximi i situatës politike na ka pru në këtë konkluzion. Domethënë që lëvizja vendosje ka insistuar në mos të madhe që më tepër se sa dialogun per se, kështu në vetvete ta kundërshtoj, t'i bëj të padobishëm aktorët të cilët kanë qenë të involvuar në atë në mënyrë që ta humbin relevancën ndërkombëtare. Ky ka qenë njëra prej qëllimeve taktike të lëvizjes vendosje dhe tashmë po del që i gjithë kundërshtimi që e ka pasur lëvizja vendosje jo më shumë se kundër dialogut, por më tepër se sa kundër personave që e kanë menaxhuar atë, që të njëjtët pastaj të nënshtrohen edhe një presionin ndërkombëtar për shkak të paaftësisë së tyre për të zbatuar zotimet që i kanë marrë para tyre. Dhe shembull konkret është rasti i pronave të manastirit të Deçanit. Gjitha qeveritë janë përballur me çfarë presioni të jashtëzakonshëm diplomatik prej vendeve të Kujinit janë përballur pse nuk kanë mundur ta zbatojnë këtë detyrim të Kosovës. Asnjëra prej tyre tash, a ka pasur guxim apo nuk ka pasur? Sa po edhin Kurtin në pushtet? Kjo te kaluam, çfarë ka lloj? Mbetet i pas sfiduar në asnjë pikë. Po ndëgjoj, po dhe para komunitetit ndërkombëtar po shit cili deri vetëm që fjalën që jep atje e mban dhe në Kosovë pa ushtim, pa zhurmë, pa presion. Dëgjoj, ta themi hapur dhe pa ekuivoke, ta themi. Çfarë reagime opozitore patën për zbatimin e vendimit për transferimin e pronave në manastirin e Deçanit? Leti analizojmë. Ndonjë kundërshtim sporadik, do thotë. Madje edhe aleanca për ardhmërinë e Kosovës, e cila kryesisht ka bazën elektorale në atë rajon, befasisht që e heshtur. Nuk u dallu me asnjë aksion të spikatur politik në kundërshtim të këtij vendimi, për dallim prej temës së demarkacionit që kishte qenë tejet agresive për ta kundërshtuar. Kjo është Kurti në pushtet që 6 vite po përpjekje çoj mesazhin e qartë e komunitetit ndërkombëtar që bashkëpunimi i tyre me të është në interes të tyre, po, nuk ka nevojë të shqetësohen për retorikën e mbrëmshme heroike që e përdor në Kosovë për ta mbajtur të paralizuar opinionin publik, kuptimin politik fjalës, po them opinionin publik, që ka rrezik nga dialogu, për shkak sepse ai është aty personi i duhur në kohën e duhur. Ai është personi i duhur në kohën e duhur, në vendin e duhur për ta mbrojtur Kosovën nga ky rrezik i deri tanishëm që i vinte për shkak të dialogut, në të njëjtën kohë ti zbatoi këto nëse është kështu atëherë pse nuk e fton shtëpia e bardhat, se nuk ishte atje pra. Ndëgjoj, me shtëpinë e bardhë. Sepse po flasim edhe Washingtoni edhe Brukselin, sa i takon dialogut e kanë çastin komplement. E kanë mirë, po duket që me shtëpinë e bardhë kanë edhe çështje tjera, kanë edhe mosmarrëveshje tjera. Unë prapë them, në asnjë variant dhe në asnjë shans, se kemi ne tash po i shohim këto temat për energjinë e tjera shumë që po dalin në sipërfaqe. Mirë, po sa i përket siç thash pritjes që është bërë në Francë. Asnjë shans nuk ka pasur i njëjti, do thotë që ta ketë këtë pritje ndërshtetërore në një vend të rëndësishëm evropian që është përgjegjësi kryesor për dy marrëveshjet që i qëndrojnë Kosovës si obligim në tavolinë, pa u lexuar qartë sinjalet që ka lëvizje pozitive në drejtim të zbatimit të këtyre detyrimeve. Dhe me Kurtin
si kryeministër i qeverisë 4 apo 5, 6, sa u bonë në? Kemi harru tash edhe ti numërojmë sepse e kuptoj sepse komuniteti ndërkombëtar ka të qartë që me të si kryeministër nuk ka asnjë problem, zbatoj detyrimet që kanë marrë ai dhe Vučić në Brukselën orë. Dëgjoj, ne kemi edhe unë jam i bindur që në rrethana tjera me këto Se kriza që po kalojnë. Kurti për mbrana, se çfarë u thot njerëzve, se sa shumë është hero, mbetet çështja e debatit për konsum brendshëm. Çështja e qytetarëve të Kosovës. Dëgjoj, ne kemi reagime që i bëhet thirrje Kosovës, që ti themeloj institucionet e tjera reagime ndërkombëtare. Por unë jam i bindur që në rrethana tjera politike, me këto krizat e vazhdueshme dhe me këto bllokadat e vazhdueshme që po kalon Kosova, edhe reagimin ndërkombëtar me sot do të ishte krejt tjetër. Përpos ndonjë thirrje epizodike që kemi nga diplomatët e akredituar në Prishtinë, që nuk janë të natyrës çfarë kanë qenë më përpara reagimet ndërkombëtare. Kur kërkoj stabilitet. Dëgjoj, kur kërkoj stabilitet, sepse stabiliteti për interesat e bashkisë ndërkombëtare është në Kosovë. Tjetër stabiliteti që po rëndon jetën e qytetarëve të Kosovës sa i përket inflacionit, sa i përket pamundësive ekonomike. Ai lloj stabiliteti që i konvenon bashkisë ndërkombëtare po menaxhohet në mënyrë perfekte në Republikën e Kosovës. Nga ona e kurit. Prandaj edhe thirrjet e diplomatëve ndërkombëtar janë të vagullta, nuk ka presion të jashtëzakonshëm politik, çfarë ka pas në të kaluarën ndaj leadershipit për t'i kaluar sfidat e kësaj natyre me cilën u përball Kosova. Duhet i themeloni institucionet, është në interes të Kosovës, kemi këto formulime të zakonshme. Kosova nuk ka kohë të humb, kemi kësi formulime të jashtëzakonshme juridike, por në të kaluarën jam i bindur që të njëjtit dhe personat konkret do t'i listonin si përgjegjës kryesor pse po e mbajnë vendin penge tjera, pse po e mbajnë vendin të bllokuar e peng në aspektin politik. Por shkak sepse, prapë them, ai lloj makrostabiliteti politik që i konvenon bashkisë ndërkombëtare është duke funksionuar në Kosovë, çështje tjera të zhvillimit ekonomik, dështimit në arsim, të punësimi janë çështje të qytetarëve të Kosovës me cilat duhet të zgjedhin ose të bashkëegzistojnë ose të reagojnë. Nëse janë të kënaqur mund të vazhdojnë të jenë të kënaqur, nëse janë të pakënaqur mund të provojnë. E kanë thënë edhe disa diplomatë ndërkombëtar, tash u mbetet qytetarëve të këtyre vendeve se si do të reagojnë sa i përket sjelljes së leadershipit të tyre, Kurti po garanton stabilitet. Po, është rrit ky lloj stabiliteti. Është çfarë tensioni. Po garanton që fjalën që u jep atje e zbaton pa duke e mohuar. Po e zbaton duke e mohuar. Ndërsa të kaluarën, ajo që pranoi nuk mund të zbatohet, tash po zbatohet ajo që mohuaj. Dhe këtë përvojë ndan komunitetin ndërkombëtar me kryeministrat pararendës të Kurtit. Dëgjoni, e dim që në për çfarë tensione politike ka kaluar Kosova pas nënshkrimit për marrëveshjen mbi parimet e asociacionit. Bashkë e dinë, vitet 2015, vitet 2018, sa i bën 2014, 2000 kanë qenë vitet ma të errta për Kosovën në kuptimin e tensioneve politike. Vendi ka qenë zgrep të luftës civile, ka pas aksione diversante, luftë guerrilla urbane ka pas, që është manifestuar në për sheshet e Prishtinës. I kemi përcjellur bashkë zhvillimet e asaj kohe. Në gusht të 2015 e tjera me kauzat nga zoti Mustafa. Krahasoj tash situatën politike të sodit me situatën politike të asaj kohe. Stabilitetin e ndryshëm ndërmjet këtyre dy periudhave të ndryshme kohore. Thotë Syza, askush nuk flet më për këtë temë. Pra po them, Sorenseni e bëri temë. Ishte Sorenseni na këndjelli që na tha megjithatë politika juaj po keni filluar zbatoni marrëveshjet. Megjithëse politika juaj po e preferon neglizhimin e diskutimit publik për këtë temë, por mos harroni që Kosova i ka disa detyrime që i ka marrë të konfirmuara tashmë edhe nga burimet e mia profesionale juridike që nuk ka kthim mbrapa në këtë pikë, dhe se Kosova, edhe që e pranon edhe ministri i punës jashtme që Kosova duhet hecë tutje sa i përket këtyre. Kosova dërmuar ekonomikisht nuk i bën përshtypje askujt në komunitetin ndërkombëtar. Absolutisht. Është çështje e lirisë së zgjedhjes së njerëzve, dëshirojnë të mbështesin ose të refuzojnë politikat për brenda, por një qëndrim interesant e pata edhe sa i përket gjykatës speciale ka solli këto ditë. Kur e kishte themeluar atë, duke e cilësuar pushtetin e presidentit Obama si
adresën kryesore, përgjegjëse kryesore për kompromiset që ajo kishte nevojë të bënte me Rusinë dhe në korrizën e Kosovës. Dëgjorit mu vazhdimisht më ka preokupuar dhe kam tentuar të dal pak prej kësaj disonance kolektive ne që kemi pasur në raport me gjykatën speciale, sepse do të ekziston me drejt, jo, po edhe i verifikuar me drejt do të konstatimi që akuzat ndaj ish eksponentëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës janë të gatuara nga shërbimet armiqësore të shtetit të Kosovës dhe Serbisë dhe Rusisë. Ato monstruoze trafikim organeve e tjera, do që kanë qenë akuzat më monstruoze. Mirë po, Red, nuk mund të mohohet fakti që edhe unë edhe te e dim që ish liderët politik të vendit, në asnjë rrethon dhe në asnjë kusht, nuk kishin krijuar një gjykatë speciale vetëm për shkak të akuzave të orkestruara nga Kremlini dhe nga Beogradi. Cilat kanë qenë ato arsye që kanë detyruar, do thotë Hashim Thaqin, Kadri Veselin, dy eksponentët kryesor që kanë qenë të vetëdijshëm, do të se e tha edhe Blerim Shala nga burimet para, të dy kanë qenë të vetëdijshëm që targeti i parë i kësaj gjykate do të jenë. Dhe cilat kanë qenë ato arsye që këta njerëz i kanë thënë të pajtohen me ndërtimin e kësaj strukture hibride juridike. Dhe gjithnjë më tepër po që ka ekzistuar një presion i tmerrshëm dhe i jashtëzakonshëm i vendeve partnere ndërkombëtare të Kosovës në Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe tashmë kanë filluar të dalin në opinion informata që ne nuk kemi pasur çasti. Ne kemi ditur që pa këtë lloj presioni të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk ishte krijuar ky lloj trupe. Nuk ishte krijuar kjo lloj trupe, mirë po kanë filluar të dalin informata mbi mënyrën se si ka shkuar procesi deri më tani. Dhe Jeffrey Nice e tha, emri i jashtëzakonshëm i drejtësisë ndërkombëtare, e tha në cilësinë e këshilltarit të qeverisë Kosovës ka qenë atje, kur është diskutuar për statutin e gjykatës, ligjin tjera, dhomave të specializuara, absolutisht qeveria e Kosovës nuk ka pasur asnjë lloj pronësie në dizajnimin dhe hartimin e dokumenteve juridike që e rregullojnë strukturën e këtij institucioni. Të gjitha i kanë ardhur të gatshme, kur është bërë përpjekje pak të rezistohet, është shtuar edhe më tepër presioni duke mos lënë asnjë hapësirë tjetër. Dhe ajo çka është më paradoksale, ne tash po i shohim Red reagime profesionale dhe e fundit e organizatës britaneze që u kontraktuan nga avokati i popullit, që kanë dilema, të cilat kanë shokus, të cilat kanë dilema me mënyrën e funksionimit juridik të kësaj gjykate. Juridik. Dhe kjo tash duhet të thuhet, dhe kjo mënyrë e funksionimit juridik na ka ardhur prej partnerëve tonë ndërkombëtar, prej Britanisë Madhe, prej Brukselit, prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe të kujtohet Red shumë mirë presioni i jashtëzakonshëm që është ushtruar nga ish ambasadori amerikan Delavi dhe ai britanek kur u bë përpjekje në kuvendin e Kosovës që të ndrohej ai ligj. Njëri e quajti thik mas shpinë, mas aleateve për aleatet perëndimor, ndërkohë ky britanik tha kjo është nota më e rrezikshme në historinë e Kosovës pas luftës. Pra, për këtë përfaqësues të vendit mik të Kosovës, më rrezikshme pas ka qenë nota për ta ndryshuar në mënyrë legale një ligj se sa nota e 3 dhe 4 shkurtit Mitrovicën e Veriut kur janë vrarë me 10 shqiptarë e ndebu me qindra tjetër. Kjo na tregon. Kjo na tregon. Çka na tregon kjo? Kjo na tregon tash kjo për një lloj prapaskenën ndërkombëtare që ka ekzistuar në këtë pikë dhe që i ushtru presion Kosovës për një lloj aranzhmani që tashmë u bë e ditur. Po ashtu një përfaqësues shumë i rëndësishëm i Komisionit për Politikë të Jashtme në Senatin Amerikan tregoi që një kompromis i tillë, një lloj marrëveshje e tillë ka ardhur si rezultat i aranzhmaneve më të mëdha ndërkombëtare ndërmjet administratës Obama dhe Rusisë për që ta ketë në anën e vet Rusinë me efekt të veçantë me çështjen e marrëveshjes së Iranit. Po qëllimi i administratës së Obamës ishte që ta bëjnë ndoshta Rusinë më të kujdesshme, më të përgjithshme. Po, në këtë drejtim unë kam thënë që do thotë por dëmin pagoi Kosova. Dëmin pagoi Kosova. Në këtë drejtim unë kam thënë disa herë tash po dalin që megjithatë një prej motiveve të SBA ka qenë që Rusinë ta përfshinë në rendin ndërkombëtar. Në atë rend ndërkombëtar të dizajnuar normal nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sepse akuza të tilla për trafikim organeve shumë interesant rrit, ishin specialitet, unë këtë nuk e kam ditur. Ishin specialitet i KGB-s ruse ndër vite gjatë luftës së
Ato kishin qenë me të mas të madhe platformë e operimit. Kryetema e propagandës së Rusisë kundër shteteve, kundër kapitalizmit jo human të Shteteve të Bashkuara të Amerikës e tjerë për ta ushqyer, sepse është i dëmshëm kapitalizmi që mbrohet nga SBA-ca atje i shesin edhe organet e fëmijëve tyre etj. Dhe kjo pas ka qenë një specialitet i vazhdueshëm propagandistik i Rusisë. Dhe tash në këtë pikë që po rikthehemi, ka ekzistuar një lloj përpjekje, veçanërisht e administratave të fundit që edhe Rusia të përfshihet në atë rend ndërkombëtar të ndërtuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas përfundimit të luftës së taft. Mirë po, praktika çka tregoi? Rusia jo vetëm që erdhi duke u bë më e përgjithshme politikisht, kjo u bën mbi kurrizin e Kosovës, ka edhe tema tjera ndërkombëtare mbase që janë bërë që ne nuk i dimë. Kjo u bën mbi, por ne po flasim vetë që na shqetëson, u bën mbi kurrizin e Kosovës, por Rusia jo vetëm që filloi të sillet si aktor më i përgjithshëm politik ndërkombëtar, por përkundrazi të bëhet dhe më agresiv derisa e arriti epilogun final në luftën e Ukrainës duke e shpërfillë në mënyrë brutale të drejtën ndërkombëtare të instaluar pas luftës së ftohtë në mbrojtje të integritetit territorial. Dhe tash në këtë situatë me kjo gjykat, pas ka qenë, siç po e thonë, eksponent të rëndësishëm të politikës amerikane, pas ka qenë rezultat i këtij kompromisi politik për ta përfshirë Rusinë në rendin ndërkombëtar. Dhe e njëjta nuk ndodhi, atëherë kjo gjykat më totalisht e ka humb kuptimin gjeopolitik, nuk po flas në kuptimin juridik, është temë tjetër, e ka humb kuptimin gjeopolitik dhe si e tillë duhet të përfundojë në mënyrë të palavdishme përkundër dëmeve që u kanë shkaktuar personave të cilat mbahen padrejtësisht atje. Të cilat mbahen padrejtësisht atje dhe në mënyrë që të marrë fund. Mirë po me këtë, se kam thënë edhe një shkrim, kjo nuk do thotë që ne duhet të ushqejmë ndjenja anti-amerikane, Kosovë, por ne që duhet tash, kemi thënë ja që Amerika bën kështu, absolutisht. Përkundër nuk kemi rrugë tjetër, në fundit goditjen më të madhe juridike kush ja dhan? Ja dhan eksponent të rëndësishëm të mbrojtjes të ish diplomacisë amerikane, zoti Clark, Rubin e tjera, dhe goditja më e madhe po ashtu duhet i vijë nga organizata ndërkombëtare perëndimore që luftojnë në mbrojtje të standardeve të drejtësisë ndërkombëtare. Prandaj kjo nuk duhet të na dekorojë, nuk duhet ne ta tolerojmë një klimë anti-amerikane me idenë se na sakrifikoj politikisht për hir të afrimit me Rusinë, sepse në botë ndodhin këto aranzhmane gjeopolitike. Përkundrazi, nuk kemi asnjë shans tjetër që ky dëm të sanohet vetëm në partneritet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk ka tjetër metodë këtë drejtim. Këtu gjithmonë amerikanët që gabuam këto gjithmonë i referohem. Kam gabuar shumë. Gjithmonë i referohem, besori i referohem, kam mbetë në mbamendje, i referohem një formulë interesante të profesor Femi Agani dhe që ka shpreh thelbin se si Kosovë, se si shqiptarët duhet ta kenë raportin me perëndimin. Ai thotë qartë, nuk duhet krijojmë iluzione, thotë se çdo gjë që na ka ardhur nga perëndimi ka qenë e dobishme për shqiptarët. Sepse ne i dimë shumë projekte që kanë ardhur nga vendet perëndimore jo gjithmonë kanë qenë të dobishme, madje kanë qenë edhe të dëmshme. Por cila është rruga? Cila është rruga që ne dalim nga ky rreth vicioz? Ajo e Don Kishotizmit, ku ne i shpallim të vërtetat tona të pastra morale në botë, ku e gjithë bota është e korruptuar dhe vetëm ne jemi drejtet e kësaj bote, a diku çon në fund. Pa tham tash nuk janë rrethonat, por në fund e kemi pa, për shembull, në vitet 70-ta, kur vetëm Shqipëria mbet mbrojtësia kryesore e komunizmit të pastër. Gjitha u korruptuan, me Rusi, me Kinë, gjitha u korruptuan, në fund vetëm Shqipëria mbet ajo kështjellë e komunizmit të pastër. Dhe kjo logjik çon në kësi ekstrem. Edhe kur kemi rrethona tunduese nga miqton perëndimor, prap janë adresa ata. Prap janë adresa që në bashkëpunim me ta duhet të angazhohemi e të punojmë në mënyrë që të kalojmë këto vështirësi që na lidhin. Mos harroni, SBA-t kanë qenë deklarativisht kundër shkatrimit të Jugosllavisë. Atë tash mos hyjmë në histori. E ki deklarimin në vitet 89 e ki deklarimin e sekretarit të shtetit. E ki deklarimin e sekretarit të shtetit absolutisht është kundër shkatrimit të Jugosllavisë. Deri në vonë kanë qenë kundër pavarësisë Kosovës, deri në vitet 97 do të angazhimi i tyre ka qenë për një Kosovë që i përmirësohen drejtat e saj, drejtat kulturore kombëtare brenda një lloj mini federate të re jugoslave. Në fillim qëndrimi i tyre ka qenë shumë i ashpër ndaj ushtrisë lirimtare të Kosovës.
Po ka qenë një lloj partneriteti Përsëri me ta. Po përsëri me ta, cila ka qenë? Të punohet. Cila ka qenë? Atëherë cila kishte do duhet të ishte rruga që ish leadershipi politik në atë kohë që ka qenë edhe në Zvicër e tjerë, do thotë kur ka pas ftesë edhe nga shërbimi tash bën publike, nga shërbimet të CIA-s për takim. Ti thotë jo se ju në fillim Gelbardi na tha organizata e ngjashme terroriste dhe nuk dëshirojmë bashkëpunojmë me ju. Jo, përkundër takimi, këto janë parakushtet që duhet i plotësoni që ne t'ju mbështesim dhe në fund është arritur ky rezultat çfarë është arritur. Prandaj edhe te çështja e gjykatës speciale mendoj që duhet të ndiqet e njëjta logjik politike që na ka karakterizuar prej viteve 90 deri sot. Na kanë ardhur edhe prej bashkisë ndërkombëtare, nuk janë prej atyre personave që krijojnë iluzione se çdo gjë që na vjen edhe prej komunitetit perëndimor është e bekuar, është e mirë, na kanë ardhur edhe qëndrime që kanë qenë të disfavorshme për shqiptarët, por të njëjtat kanë arritur të tejkalohen e të përmirësohen vetëm në lloj partneriteti me këta aleat. Pasollet falenderoj për kohën. Ishte kënaqësiret. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.